Dy sasit e mistre që vinin nga Serbia për në Shqipëri që u bllokuan në mes të muajit nëntor në doganen e Hanit të Hotit kanë rezultuar me kimikate të dëmshme. Ky konfirmim vjen nga drejtori i AKU në Shkodër, Ramir Haderi, i cili bën të ditur se njëra ngarkesë është kthyer mbrapsht, ndërsa ngarkesa e dytë është asgjësuar. Aktualisht kanë ardhur vetëm dy përgjigje analizës për dy ngarkesa, një që është bërë me kthim në origjinë dhe një ngarkesë tjetër që ka shkuar për asgjësim. Dhe me thonë, rreth 52 ton është kthy në origjinë dhe 52 ton të tjera janë për asgjësim të produkteve. Po ashtu dhe në një fermë në qarkun Shkodër, pas dalë analizave pozitive për rastin aflatoksin, një ngarkesë ka shkuar për asgjësim të produktit. Haderi tregon se tashmë ka nisur plani masave për kontrollet në terren për gjatë 2 javëve të fundit të dhjetorit. Sasia e konsumit është rritur, ndaj edhe monitorimi është i shtuar. Duke qenë se është muaji i festave, ka shtim të konsumit të produkteve ushqimore, aktualisht kemi një plan masash të miratuar nga Ministria dhe Drejtoria e Përgjithshme, ku do të jenë fokus kryesor të gjithë stabilimentet me risk të lartë dhe po ashtu dhe pjesa ku konsumi është më i lartë, sidomos në bashkinë Shkodër. Rritja e numrit të turistave, fluksi i lartë, do të na çojnë për një monitorim dhe kontroll më të vazhdueshëm të situatës. Bulmeti dhe mishi janë në fokus të kontrolleve për gjatë këtij muaji, po ashtu dogana Hanit të Hotit vjon të jetë në fazë monitorimi intensiv nga ana e Autoritetit Kontrollit Ushqimor në Shkodër.